Allah, në këtë ditë vëro më përputhje në më të mirë, mba më larg në ngjitjes me të keqen. Udhëzo më drejt saj me mëshirën tënde, në veçëndrimin e përjet me qenjen tënde, Zot, o Zot i gjithë botëve. O Allah, në këtë ditë udhëzo më në vepra të mira, plotësomi nevojat dhe shpresat. O ti që s'të nevojiten as shpjegime as pyetje, o ti që ditë që mbajnë gjokset e gjithë botës, bekoje Muhamedin dhe familjen e tij të lirë. O Allah, në këtë ditë më zgjo me bekimin e mëngjeseve të ti, ndriço ma zemrën me shkëlqimin e rrezeve të ti, bëmë çdo pjesë të trupit të ndjek efektet e ti, me dritën tënde, o ndriçuesi zemrave të atyre që din. O Allah, në këtë ditë shumë fishomi bekimet e saj, dhe lehtësoma rrugën drejt begative të saj, mos më privon nga pranimi i veprave të mira në të, o udhëzuesi në të vërtetën e qartë. O Allah, në këtë ditë hapni dyert e parajsës dhe mbyllni dyert e skëterrës. Ndihmon të recitoj Kuranin, o zbritës i qetësive në zemrat e besimtarve. O Allah, në këtë ditë trego ma rrugën për të fituar kënaqësinë tënde. Mos e lër shejtanin të më poshtë. Bëje xhenetin dhe qëndrimin dhe preje për mua, o dëgjuesi lutjeve të nevojtarve. O Allah, në këtë ditë hapni dyert e mirësisë tënde, zbrit më bekimin e saj, ndihmo më drejt të shkaktuesve të mëshirës tënde, e më jep një vend në rehatin e parajsës, o dëgjuesi thirrjeve të të pikulluarit. O Allah, në këtë ditë mi laj mëkatet, pastro më nga çdo imet, heto ma zemrën me devotshmërinë e zemrave, o kapërcyesi të metave të mëkateve. O Allah, në këtë ditë më bëj me ata që i duan miqtë e tu, dhe i urrejnë armiqtë e tu, në shembullin e profetit tënd të fundit, o lojtari i zemrave të profetëve. O Allah, në këtë ditë bëmi përpjekje të denja për vlerësim, mëkate të falura, vepra të pranuara, dhe të meta të fshehura, o më i miri dëgjuesve. O Allah, në këtë ditë dhuromi bekimet e natës së Kadrit, ndryshomi punët nga të vështira në të lehta, pranoma pendimin dhe paksomi mëkatet e pezmin, o i mëshirshëm ndaj shërbëtorëve dhe për mirë. O Allah, në këtë ditë jetë më pjesë në nafile, ndero më duke mi qarë hallet, qasmi mjetet për t'u afruar nga të gjitha mjetet, o i patrazueshmi nga lutjet e përgjëruesve. O Zoti ynë bujar, të lutemi ty nga thellësia e zemrës të na kesh pranuar agjërimin dhe çdo vepër tonën, dhe të kërkojmë falje për çdo mangësi e gabim. Ndihmën tënde e kërkojmë që të përkushtohemi ndaj teje në 11 muajt në vijim, dhe ty të lutemi që të gjithë jeta jon të jetë Ramazan dhe ndarja nga kjo botë të jetë për në Bajram.
Vazhdimësia jonë në përkushtimin e veprave të mira është shenjë e mirë se mund të jetë pranuar i gjërimi një muaj dhe veprat e mira, se mund të jesh llogaritur prej të falurve dhe të shpëtuarve. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: ai që agjëron gjatë Ramazanit si dhe në 6 ditët e tjera të muajit Sheval, është sikur të ketë agjëruar gjatë gjithë vitit. O ti më i larti nga gjithçka qielli, nga froni, nga shpirti, nga hëna, nga dielli, atëherë ndihmo më të ngjitem për jetë dhe falja mëkatet ti robit të shkret. Sikur dikush të kishte një lum pranë shtëpisë dhe të laje aty 5 herë në ditë, atë të mbetej i papastër në trupin e tij, i pyeti profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, një ditë shokët e tij: jo, u përgjigjen të gjithë njerëzit. Atëherë ai tha: ky është shembulli i 5 kohëve të namazit. Allahu me faljen e namazeve shlyn mëkatet. Të pendohesh për mëkatet është si të mos kesh bërë mëkate. Të përmendesh nderin që ke bërë është si të mos kesh bërë nder. Të duash të bësh diçka të keqe, të cilën nuk ta mundsojnë rrethanat, është si ta kesh bërë atë të keqe. Të duash të bësh një të mirë, edhe pse nuk t'jepet mundësia ta kryesh, dije se ajo është shënuar në librin e veprave të tua. Syri i ziliqarit nuk do ta dëmtoj. Dëshirën Allahu nuk do t'ja pranoj. Nëse ziliqarin për dështimin tim e fajsoj, në vlerësimin tim unë sigurisht gaboj. Lakmia e pangishme është kulmi i mëkatit. Pushtuesit është shapkëni i fatit. Me syrin e shpirtit vetveten shiko, dhe atëherë do të bindesh për të gjitha këto. Buzët e tua nëse qeshin, s'kan për të plasur, e as një fytyrë qeshur para kohës së shplakur, se edhe pasi të vdesësh, buzëqeshja jote për jetë ka për të mbetur. Thjeshtësia ka vlerën e çelësit, te pothuaj të gjithë shprehit të mira. Kush e shtije në dorë atë, mund të fitojë dhe shprehi të tjera të bukura. Kurse kush nuk e ka atë, mbetet i mangët, edhe prej shprehive të tjera. Njerëzit modest gëzojnë një pozitë të lartë e Zotit dhe të njerëzit, ndërsa mendjen drejt, ata që e shohin çdo këmbë nga lart poshtë, në çdo kohë janë të dëbuar nga njerëzit dhe janë goditur nga dëshkimi i Zotit.